Të mirë? Mirë, faleminderit. Më vjen mirë e dashur. Çka po mendon për këtë temë? Nuk jeti ajo Tema xhelozja. shumë e qellume, po apet kesh me mendim do dëgjuesve tjerë se telefonun, se xhelozia shumë sa në më i keq. Që mund të më Sta shkaktu prish shumë edhe probleme, njët. Jo veç në lidhje, po ndoshta edhe në marrëdhëniet me punën, me shoqërinë, me... Po, ashtu po mendoj a din se ka xhelozi për shembull, kur të shesë ki punë të mirë, ta morën në natë pse ti ke arrit. Aja po, mendova se xhelozia është vetëm për çifte, kështu. Jo, në përgjithësi xhelozia si ndjen, ndoshta nuk kontrollohet. Po, ashtu po. Te je xheloze? Jam dej një shfarmase, po jo kështu ekstrem, si dikur se... Hajde, se po më duket je ka dënë me na tregu një rast interesant, diqysh e kom qatë ndjenë. Hajde, qatë ka ndodhë. Hajde, jo, hajde, trego, se qëto e ki. Valon jo, adem, sërëzisht e kam se jo, nuk është kështu me thonë, diçka ekstrem, diçka s'ka. Pak diçka, një ide pak diçka. Qa ka pak? Jo, adem, nuk është për një mes, sërëzisht e kam nuk është se jam gjeloze kështu. Në fakt e kësha bo gjeloze, po për disa kam besim, jam që 19 vjetë gati me ta, nuk i që kam është gjelozu, adem, e ke fitu besimin e plot, edhe këtë, unë edhe unë të kë. Okej, në rregull. Dale, shëtiti, për shumë... Po unë am ju shtimu po gjeloze, po s'po mojle, në ndojë.